Alhamdulillahi alladhi akramna bil iman wa azzana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wassalam. Falënderimet takojnë Allahut që na nderoi me iman, na griti me islam dhe na bëri për ummetin të Muhamedit alayhi salam. Vazhdojmë sot në takimin ton këtë muaj të begat, këtë muaj të madh, me një ngjarje e cila është shumë e madhe. Allah i bëft takimet tona, takime të mëshiruara, e kur largohemi prej tyre, të jemi me mëkate të larguara. E Allah mos e laft askën për neve të privum, as dëshpërum. Është një ngjarje, sikurse ngjarjet e Kuranit, të cilat janë gjitha të mëdha dhe madhështore, se janë prej min ledun hakimin khabir, janë prej atina i cili është i urtë edhe është i mirë informuar. Allah xhalala thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab, ma kana hadithan yuftara." Në tregimet e tyre, domethënë dërguarve të mëhershëm, ka këshilla për ata që kanë mend. E ky Kur'an nuk është tregim i trillum, por është i vërtetë. E premtimet sotme janë edhe dëmet e mendimasisë, kryelartësisë, edhe të harresës, llogarisë për Allah xhalala. Për dobive janë që frytet që dalin pas dhënies për hir të Allahut, sadaka në rrugën e tij e kështu me radhë. Thotë pejgamberi selam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqa, nuk paksohet pasuria e robit prej sadakas. Edhe çdo ditë zbresin dy melekë dhe thirrin, thot: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allah ai i cili jep jo ti, shtoja. Allahumma a'ti mumsikan talafa. O Allah, ai i cili është do shtrëngum, shtrëngoj edhe ti. Domthonjë kjo ndodh çdo mëngjes vijnë dy melek edhe lusin Allahu xhalala. E duat e melekëve nuk thejnë pas. Po ashtu Allahu xhalala thot: "Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq." Çka keni ju është kalimtare. E çka është e Allahu xhalala është e përhershme, edhe mbet gjithmonë. Allah i sjell shembullin e dy burrave për Kurajsht, por edhe mësimin e lën të përhershëm. Që ata shpesh herë ndodh që disa jetë kanë shkaqet e tyre zbritjes, edhe lidhet me ndonjë normë caktuar, por mësimi jetë për herë. Domthon, veç ndër personazhet se gjithmonë kimë gjet dy njerëz. Domthon, veç ndërua pak historien, apet gjithmonë komo lidh me këto ajete kuranore. Allah xhalala udrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min 'anabin wa hafafnahuma bi nakhl wa ja'alna baynahuma zar'a. I thot dhe sjellë shembullin e atyre dy burra. Njënit prej tyre i kena pas dhënë dy kopshte të bukura, domthon, të cilat janë kontra thekume me hurme, e ka pas me to vreshta të rrushit, edhe ka pas mes tyre fush drithit. Sa i përket kësaj, nuk ka diçka prej sunetit të pejgamberit selam, e cila e sqaron kush janë këto dy burra. Domthon, shumica e mufesirëve, domthon përmendin prej israeliatëve, domthon prej tregimeve të popullit mëhershëm, përderisa këto tregime nuk bin dash me atë që ka ardhur Muhamedi selam, atëherë i tregojna, çashtu që thot pejgamberi selam, hadithu an bani Israil wala haraj, tregoni nga israelatët, edhe nuk ka diçka të keqe. Domthon, përderisa nuk bin dash me shariatin ton. Këta dy nuk janë kanë për arabëve, janë kanë për popullve të mëhershëm, domethënë për popull të lashtë, edhe Allah xhalala përmend ngjarjen e tyre. Edhe subhanallahu këta kanë qenë dy ortak. Kanë qenë dy shok, dy ortak në një biznes caktuar, në tregti caktuar, por mas disa kohë vendosin që mundon. Domethënë edhe vendosin me do fitimin. Fitimi i tyre ka qenë rreth 8000 dinar, domethënë i bën diku parafarsisht secilit ka 3-4000 dinar. Edhe subhanallahu Allah xhalala përmend që shumica e bashkëpunëtorëve përfundojnë dom, përfundojnë keq. Thot Allah xhalala: "Wa inna kathiran min al-khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum." Shumë bashkëpunëtor i bëjnë padrejtinë njëri tjetrit. Përveç atyre që besojnë Allahun dhe bëjnë punë të mira, e sa pak janë këta. Domthonë nëse e merr sa ka pas njerëzim këtë tokë, sa është bë tregti mes dy ortakëve, shumica e rasteve po kanë që kanë dashur me bë padrejtinë njëri tjetrit. Edhe një për këtyre rasteve ka përmend Allah xhalala edhe këtë Kur'an si ngjarje. Mas saj kohë, i pari i vendos që 1000 dinar të parë me blenë një kopsht, edhe me dhënë për hir të Allahut. Dinarin, domthonë 2000 e dytë vendos me bler rroba mbulesa edhe me shkep tek
ata të cilët kanë nevojë për muslimanëve, edhe dinarin e tretë vendos me shkep tek ata të cilët nuk kanë ushqim dhe pije. E një rivajat tjetër ka ardhur që ta 72 sa herë njëri prej tyre, domethënë ky i dyti ka ble për këtë dynjë, domethënë ka ble një kopsht për me shtu biznesin, ky i pari u shkoi ka ble një kopsht edhe ka dhënë për hir Allahut. Ka thonë Allah, unë po blej një kopsht tek ti. Këto po do më lëm për nevojlit. Domethënë çto ka vepruar edhe në rastin e ushqimit, çto ka vepruar edhe në rastin e rrobës. Edhe mas një kohë sprovohet këmë varfri. Sprovohet me varfri, Allah për me dhani mësim që ka me deri tash. Po ky djali, ky burrë ka ditë që te Allah është më vlefshme se këtë dynjë. Na kemi edhe në shariatin tonë, pejgamberi thotë rakatej al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakatet suneti sabatin më të vlefshme se çka ka në dynjë edhe më në asaj. Pse se dynjaja shkon, është kalimtare, e jesin çdo 2 rakatet. Sa tani ditë pejgamberi selam pithir shokët e vetë dhe po thotë që me na ndihmu për shkak se u kanë para një betejë, edhe Omer radhiyallahu anhu thotë që llova thotë që atë ditë kisha punë pak më mirë. Edhe kom vendosur që kom jap gjysmën e pasurisë. Gjysmën e pasurisë. El-yawma asbiqu Aba Bakrin in asbiquhu yawma. Sot kom ja kaluaj Abu Bekrit nëse është puna më kaluar në ditë. Sot e kom mundsinë. Edhe shkon te pejgamberi sa, këto e përmend Imam Tirmidhiu, edhe shkojnë ato, i thotë Omerit, sa ke pru? Thotë kom pru gjysën, edhe e kom lënë familjes gjysën. Shkon vjen edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. I thotë Abu Bekrit, sa ke lënë? Thotë i kom lënë aty në Allahun edhe dërgumin e tina. Komplet pasurinë ka dhënë për jetë Allahut. Edhe pejgamberi sa ka pranuar prej tij, për shkak se e ka ditë që Abu Bekri na shtash është në zero, po ka investime dikon tjetër, domthonë ka ndaj kopsht, ka ndaj bashkë, ka ndaj far biznesi që si shpejt prap kom ja pru parët. Për shkak se nëse njëri ka familjar të cilë do të më mbajt, atëherë nuk i lejohet me dhon pasurinë ata milion keq. Ata nuk i lejohet me dhon keq, bile çish përmendet se Sa'd ibn Abi Waqqas ka dashur me dhon gjithë pasurinë e tina para se me vdekje, ka lënë testament që mu jep krejt. Edhe ka thonë për nësëm ju, i ka thonë atë la gjysën, ka thonë ju, derisa orë në një tretën e pasurisë. Bile ka thonë, e thullu këthirë, ka thonë edhe një treta, po dhe shumë është një treta, se ma mirë është milan pasër se të tutë pasër, se sa milan të varfër. E është një hadith ma shtur, që përmen Imam Buhariu, për i Buhariu, kur është pyet se cila sadaka është më e madhja, ka thonë pejgamberi sa sadakaja më e madhe është e një triut i cili është të i barë anët për veti. I tutët për i fukarallako, do mëna hale është ai tu forcu, ama je për jetë Allahut. Sesa e një tjetrit i cili është para vdekjes edhe thot jep një filonit to, jep një filonit to. Edhe ajo krye ajo pasuri, ajo vetë u shku, ajo më nuk është e tina, ajo është e pasardhësve të tij. Ama këto të parin Allahu xhelala pe vlerëson shumë. Për shkak se ky, edhe pse e ka atfar tutën e fukarallakut, apet i jep përparësi kënaqësisë Allahut. E sa kuptoj domthon që ky burrë i parë ka qenë domthon që s'ka pas familje, domthon ka qenë i vetëm, edhe e ka dhënë pasurinë e tij për jetë Allahut. Edhe mas një kohe thotë, çka të punoj ai shoku jam, as e kena një të kaluar të përbashkët, e kena pas një shoqni, edhe na shta xhani vend punës, diçka thjesht, veç sa me pas një dorë. Edhe tash ai shtrit shumë pasuri. Ku shkon në sheni kështjell të madhe. Domthon e çel derën ato roje mas roje, shërptor të nant. Tash edhe te sekretari tina më tregu që kush ardh, kallzoi që var filani. Edhe si kujtohet atina kush oke. Hen mëna i thot a mujte kush i thot. I thot unë ai shoku që na kanë bashkë tok më herët. Se një për shkak se çast shumë ka ndryshuar. Domthon është dobsu, është lodh, çelja ka ndryshuar. Altres njëri kur të ka shpirt të madh, ka herë edhe sakrifon edhe veten. Edhe i thot, çka u bë me ty? Thot, çka ka ndodhur kështu? Thot, se kena do pasurinë barabartë, domthon 4.000 se mos ta kom bë pa drejtësi, domthon tash ky bën pak hajgar me to. I thot, jo, thot, po unë e kom blet e cila është Allah xhelala. E kur thot që fjalë e prej këto dyti shumë në tel edhe nervozohet. Nervozohet edhe i thot, qyra përshë ti e budall, çysh e jep këtë pasurinë, çysh e met, edhe për zonë herë prej kështjellës. Masanina e thirr edhe i thot hajde këtu mrena. Hajde mrena thot se kira me shku me ta bani një shëtitje. Ka me ta bani shëtitje.
Subhanallahu, njerëz mendojnë që pasuria është shenjë e dashurisë Allahut ndaj tij. Shpesh herë mendojnë. Po Allahu xhallahu ka përmend që shumicën e rasteve pasuria i është dhënë aty në të cilët e kanë shoqë me Allah, për shkak se Allahu xhallahu nuk ka vlerë. Hadithin që e përmend që nëse kish pas dynjeja vlerë tek Allahu xhallahu, vetë sa krahi më shkojës, si kish jep me pi ujë besimtarëve. Nuk jep me pi ujë besimtarëve. Tek s'ka vlerë, Allah jep gjithkujt, ja për atina e cilë shanë Allah, ja ka jep Karunit, ja ka jep Ebu Gjehlit, ja ka jep Ebu Lehebit, ja ka jep Faraonit, ja ka jep Hamanit. Do se te Allah xhallahu në kusht pasuria, do të thonë që me dash dikan. E ky ka menuar që mos i Allah po më jep, dën. Do të thonë se nëse s'u kish jep, s'u kish dash. Ç'është ka motë? Edhe analogji e gabuar kjo. Pse se Allah xhallahu përmend raste ndryshme, që ka jep aty në çesi ka dash. Wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatihahu litanu bil usbati ulil quwa. Thot Karunit i kena jep çat shumë prej thesarëve, që çelësat e tij, çelësat e këtyn thesarëve është dash me ardh do burra të fortë mi bajt për me qelë thesarët. Jo thesarët mi bajt burrat, po çelësat e thesarët. Çat thesarët më ka pas. Çat shumë pasuri edhe begatitit më. Po pasuria din me kanë sprov më madhe se varfria edhe smundjet. Ka raste që njëri sprovohet me mirësi, me begati, edhe është më e madhe sprov se sa mos provohet me fatkeqësi edhe me smundje. Allah xhallahu thot: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un." E kemi sprovuna me sprova të mira edhe sprova që janë të ildha për juve, edhe tek na keni më kthy. Çështoj ka ndodhur tina. Që ata Allah nëse na sprovon me mirësi, do të me kthy ata me falënderim. E nëse na sprovon me fatkeqësi, duhet me dorim. E marrë i burri edhe shkojnë tek një kopsht i tina. E thot Allah xhalala: "Udrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min anabi wa hafafnahuma bi nakhl wa ja'alna baynahuma zar'a." E përsëritin prap, thot se silla shembull natyre dy njerëzve, njëri prej tyre i kena dhënë dy kopshte vreshtash, të rrethuar me hurma, e midis tyre kishte fusha drithi, kiltel jannatayn atat ukulaha wa lam tudhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Të dy kopshtet i kanë jep frutët e veta. Kopshtet begatshme. Çash mbjell ato ka dal. Edhe mes tyne e ka bë Allah xhalala në lum. Çfarë bukurie, çush e përmend Allah detaje se na këtu si vrena, domthon përmend çush është dok. Kopshte të rrethekuar me palma. Anina domthon me vreshta rrushi. Në mes është një bashkë mbjellur me drethë kështu me radhë. Knina ka lënë ujë. Bukurie e madhe, edhe të cila ja shton bukurinë më shumë është që çka do të është mbjell ato ka dal. Domthon 100% fara që mbjell, 100% ka të qit fryt. Ralldo kjo, domthon ka shumë pi bujve që e dinë që tash kur mbjell, nuk del çashtu sa ke mbjell. Nuk del çashtu çysh e ke llogarit. Amo këtina për një ashtu Allah sprovën, e ka bërë që krejt me nxirr. Krejt me nxirr edhe me pas furnizim për saj. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. Edhe I pati prodhim bëllshëm, edhe I tha shokut vet, të ballaf me ta, se dënke me shtimu pendu, kështë që ka dhënë për jetë Allahut. Unë kam më shumë pasuni se ti, edhe kam rreth më të fortë. Ama që kjo kam ardhur më vonë, kam në kallëzu sa I ka kushtuar që kjo far krenarie e rrejshme. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. E kur u hin kopshtin e vet, edhe u kanë pa drejt me vetveten, I ka bërë zullum. Ka thonë, unë nuk mendoj se çka ku më shkatrua ndonjëherë. Ç'kjo bukuri, ç'kjo krem, ç'kjo madhështi më prish ndonjëherë, kur s'mendoj. Allah përmend wa huwa zalimun li nafsi. Thotë u kanë pa drejt për veten. Thotë tregon Allah: "Oma zalamnahum walakin kanu anfusuhum yadhlimun." Ata Allah na kërkuit se kena bërë zullum, pa drejtësi. Pa ata I kanë bërë vetes tyre. Qysh? Pse se kanë ngoma asaj që I dhënë Allahun. Edhe Allahu është I dhënë me ta, edhe I ka dënu. Domthon me veprat veta I ka dënu veten. Me gabimet e veta e ka pru punën çato që mu dënu. Edhe që kjo është pa drejtësi mi bë vetes. Edhe kjo është për atyne që quhet istidraj. Istidraj është kur Allah e begaton dikon me shumë mirësi. Ky ja kthen në mëkate. Domthon e rrit Allah në altë, çon e çon që sa më altë çon me ka rrëzimi më I madh. Kur të rrëzohet ai më u bëhet lëm.
Edhe thot Allah xhalala wala yaghurrannakum billahi al-gharur. E mos të mashtroj për Allahut kërkosh. S'ka çka të mashtron. Mos mashtron se mëna ditët ndrojnë situatat, mëna orës del diku një krizë, e qilet një krizë tjetër, e bot një pasuri tjetër. Mëna momentit bin ato tregjet krejt. Këtë ato ndryshojnë, po veç një tregti, një investim e sigurt në këtë dynjë. Se shpesh herë ka thonë, a ka një investim sigurt që dalim gjithçysh fitim. S'ka në dynjë. Veç një është, ai është tregu i imanit. Nuk bën ky treg kurr. Gjithë është në rritje, gjithë është në plus, gjithë është në fitim. Edhe investimi më i mirë cili bëhet është tek Allah xhalala, sa atje e gjon. Edhe këtij burrit më thonë që ti që po krenohesh me këta, për vetë një 2-3 muaj, se tash ti vjen dimri edhe ti bën këto shkret. Po ma gjeps më saj, o mashtru. Imazh, domethënë u mashtru mas një peizazhi i cili shpejt kalon edhe venitet. Edhe thot, wa ma adhunu as-sa'ata qa'ima, wa la ruditu ila rabbi la yajidanna khayran minha munqalaba. Edhe thot, nuk mendoj që bëhet kiameti, por nëse bëhet, unë sigurt kam gjetë më mirë se çka. Domethënë çish më ka dhënë këtu 2 kopshte, atje kam më dhënë 20. Çish më ka dhënë këtu një kështjell, atje kam më dhënë më shumë. Çish më ka dhënë këtu gru, atje kam më dhënë më shumë. Sigurt e këto ka dhënë se tek domethënë po më dën këto, kam dashur atje. Edhe kjo subhanallahu është domethënë dëshimi i ringjallje. Dhe shpifin krimtarin Allah xhalala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A mendoni që na ju kena kriju kot, edhe që tek ne nuk keni më kthy? Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet. Pano, tash nëse në shkollat tona nis viti rishkollore edhe domthonjë japën parë, libra, mësuesit paguhen, krejt me radhë edhe shkojnë nxënësat japin zor mësojnë edhe në fund vitit shkollor, ju thonë që katini arto, asnjë në shtëpi se veç e kanë hajgarë kena bë me juve. Kërkush nuk e pranon. Edhe ai që mendori refuzon, thotë, ç'është kjo punë, s'ka shanset. E çysh krijimi i qive, i tokës, i popujve, dërgimi i pejgamberëve, dërgimi i librave, këto me kanë kat. Hasha wa kalla. Asese, s'ka shans. Edhe domthon ka thonë çysh na, masi që të bëm eshna morin gjallë, e harrojnë ata që krijimi i tyre fillestar është shumë më i rënd se sa ringjallja e tyre, edhe pse pallon dyat janë të lehta, gjithë janë lehta. Po për shembull, nëse që tavolin e kena të shmontuar me copa ndryshme, ma letë është me bë bashkë se sa me kriju një tavolin po i kur gjave të hiq. Domthon, nëse ti, po thotë, nëse ti do të më dyshu, u dash me dyshu që atë në fillim, jo tash, se tash ringjallja është shumë më lehtë. Se po ka dikun, domthon, është ajo baza që më ringjall. Edhe Allah xhalala përmend thotë kema bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan 'alayna inna kunna fa'ilin. Çashtu që kena bë krijimin e parë, kena më përsërit ato. Ky është premtimi jon, kjo është e sigurt që komando. Edhe na kena më bë këto thotë Allah xhalala. E përmend Allah në gjërin këtij dy burrave edhe në surën Safat. Edhe domthon mos i qet shkojnë xhenetlit në xhenet, edhe xhenemlit në xhenem. Edhe përmend Allah dialogun që ndodh mes tyre. Qala qa'ilun minhum inni kana li qanin. Tash thot ky xhenetlia thot e kom pas be thot një shok ngushtë në dynjë. E kom pas, po do më ditë çka ka ndodhur me ta. Yaqulu a innaka lamin al-musaddiqin. Edhe thajke ati e për atyne që besojnë Zota, më gocë këtë banë me këto shprehjet e tina. E idha mitna wa kunna turaba wa idhama e inna lamidinun, se kur desim e të bëmi eshna e pluhur, kena me e plogari, kale hel entum muttaliun, edhe i thot këtina, apo dëni mi pa, fattala faraahu fi sawail jahim. Edhe shikojnë poshtë edhe i qilet një dritare edhe i shohin ata të dënu shumë. Të dënu me një dënim, një zjarë flakrues. Edhe i thëtë, kale të Allah in kitte le turdin, vëllaj thëtë, për pak i kanë dhe mu të marrë që ati me vete. Për pak i kanë të mhupë. Qëtë shumë shëbë, qëtë shumë dyshime më këba që për pak i kanë dhe mu të marrë me vete. Laula ni'matu rabbi le kuntu min al-muhdarin. Mos t'i shkanë dhënë ti Allahot, edhe unë i shakanë që ato me ty. E fema nahnu bimayitin, edhe tash banorët e xhenetit pyeten me vetë thonë, a kena me vdek mas qësaj, mas qësaj begatije që jena tash, illa mautatana al-ula. I thotë jo, veç vdekjes parë që ka qenë.
ajo që u dash me dek gjithçysh për me kalu këto, in hadha lahu al-fawz al-azim, që kemë të vërtetë është fitoria e madhe, limithli hadha falyamal al-amilun. E për çto le të punojnë punëtorët. Për çfarë bukurie le të punojnë. Për çfarë kënaqëri të vërtetë le të punojnë ata të cilët janë vërtet. Dhe vazhdon tregimi thotë, mas asaj që dyshon në ngjallje, mas asaj që i thotë ato fjalë të mëdha, domethënë trona për Allahun xhelala, thotë sigurisht që nëse ka ngjallje Allah ka më mirë prap. Sigurisht e ki këta. Far analogji e gabume. Thotë Allah xhelala, e përmend tash çfarë fol ki burri i parë, dhe tash e ka ngu. Domethënë, tëna këtu fjalë trona që e ka thonë, tëna këtu dyshimet që më nal për Allah xhelala, tash po fol kë. Çto të më kanë besimtari, me ngu edhe me kanë taj argumentues, me ditë që me fol. Jo veç me fol me zall dhe mos më ditë kush ç'a tha. Tash kë pi pran argumente të qarta për ta. I thot qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa thumma sawaka rajula. Shokutin e tha tu ballaf me to. A mohon te ato i cilët ka kriju prej dheut. Mohon e përmend gjenealogjin, domethënë të Ademit alayhis salam. Se baba e njerëzimit është Ademi alayhis salam. E masanet ka kriju për i farës, për një pikët farës. Edhe masanet ka bo një burë të plot, njëri të plot. Subhanallah, Ali radiallahu anhu e përmend, thot, që shka mundësi njëri mu krenu, mu shit me ndimadh, kur fillimi tina është pikë e ujit në dytë. Ku dhe që bjen, bëhet pa pastër. Me ranë uj, se pinë ata uj. Me të ranë robë, bën pa pastër atë robë. Qysh mërët me ka njëri që fillimin e ka kështu, e fundin e ka një kufum e cila kitë njerëz kanë qef me ikë për i saj. Edhe tu jetua, gjatë jetës tina, apet sa apet, është i mbushën me papastërti. Qysh mërët me ka njëri me në madhë, kur është qështë? Dëmëhan, tek para, tek kretin a hi, edhe te dyta që ketë kena me vdek, ketë këtu hina, a ka njëri që se zdes? Varët janë mbushëra me njerëz, cilët ka menu që jeta pa ta s'kish pas kuptim. Domthon këtë rreth babakia e na rrethukum me varre. Sa popujt janë kanë, sa njerëz kanë shku, sa mbretërit. Allah xhelala e pron këtu për këtu ngjarje për mi kthjell njerëz. Për mu kthy tek Allah xhelala. Ani keni pa që varre është sikurse sanak. Pse? Se është i vepra, domthon çka ke bëj ato ke më marr. S'po mundesh më marr kurgjë me to, as rroba, as pasuria, as kurgjë. Sens ka dallim mes mbretit edhe sklavit. Njëjtë hin, çat far pjese, çat far dhumë të vogël, edhe po në bogati me u taku me Allah xhelala. E tash ky ja kthien. I thot pi fëmijë që ka kujdes Allah xhelala. U kanë kujdestarë, të kanë gati, tash ti bë burr, e tash pe mohon Allah, lakin huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. Tash thot unë besoj se Allah është Zoti jam. Është Rabbi, kujdestari jam, ai që cili na ka nejt gati, ai cili është kujdes për neve. I ka bë kaderet, i ka bë krejt sen për neve të mirën tonë. Unë jam i bindur që ka Zot edhe si bëj atina kur shok. ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. I shkon mirë për ty, që kur ti hin kupshin e ta me thonë mashallah, që ka dash Allah ka kriju. La quwwata illa billah, s'ka forca as lëvizje pa lejen Allah xhelala. E kur të mshem mu, se unë kam pak pasuri, edhe nuk kam fëmijë, nuk kam pasardhës. Pse po m'kesh mu? Subhanallahu, dhe që tash Allah xhelala i ka jep afat, e ka afatizu. Përderisa u kanë haku me stil dhe Allah, domthon ofendimet e këtu janë kanë drejtim të Allah, domthon s'ka ringjallje, s'ka zot të kështu me radhë. Ama kur kanë nisë me ofendu tash besimtarin, nuk ka pas më ato afat. Me një herë është urdhri i Allahut. Pse? Tash ky thot fa sa rabbi ayyutina yani khayran min jannatik wa yursil alayhi husbana min as-samaa fa tusbiha sa'idan zalaqa. Dije se Zoti mundet me ndru sahora gjendjet. Shpejt ndërran, domthon mundet më jep më të mirë kopshtet tonin, edhe mundet kopshtet tën mirë shupi qiellit dënim rrëbesh e diçka që e prish ato. Edhe çashtu i ndodh. Domthon qiellit pi qiellit thuhet një shi shumë i madh, saqë domthon e shkatërron komplet atë kopshtin. Çka ndodh mos i shiut, nuk ket ujë mi tokë. O yusbiha ma'uha ghawra falan tastati' lahu talaba. Edhe i thot mundet që çata ujë Allah xhelala
me zhduk, me shqu, thellë në tokë që s'munesh kur farë bunari me mri. A qështu i ndodhë? Qështu ndodhë dhe qështu i realizohet saktimi Allahut. Wa hita bi thamiri fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Edhe pasunia e këtij namuhusit u shkatru. U zhdok. Me ana pak qaste u hupi krejt. Investimet e tij, brengat e tij që është nalën të natë ditë, s'ka flet të kalkulu, janë shkatru. Edhe thot, ja nisi mi rreh durt me njëra tjetrën. Shkaj kishe ketë. Edhe threste, sikur të mos i kisha bë Allah shak. Është vonë. Tamam, mas i ndodhi krejt, shka ki fjallëve ti na u dënu. Mos kish ful, mos ti shkon falendërues Allah xhelala ja kish shtu. Thot Allah xhelala, "Walain shakartum la azidannakum." Nëse ju falënderoni, na gjithçka kemi më shtu të mirat. Walain kafartum inna adhabi lashadid. Ama nëse ju më hani, dënimi i Allahut është shumë i dhimbshëm. Është shumë i dhimbshëm. Edhe vazhdon Allah tregimin thot, "Walam takul lahu fi'atun yansurunahu wa ma kana muntasira." Edhe ai nuk pati kur farrethi që më mbështet ata. Apo të fillim që ukrenajke, thë unë kam rreth fort, kam njerëz që më dojnë. Kush e minimut është, kur vjen ligji i Allahut, kur vjen urdhë i Allahut, s'ka kush del përpara. Hunalika alwalayatu lillahi alhaq wa khayrun thawaban wa khayrun uqba. Në rast tillë, veç mbrojtja e Allahut kryen punë. Ai është më i miri për shpërbly, edhe ai i cili është që jep përfundim më të mirë. Ngjarje mashtore. E ka bëlla xhelala me lexu çdo xhumë, domethënë na ka porosit neve pejgamberi sa që lexohet sura Kehf çdo xhumë. Që 1400 vjet që ka zbrit ky Kur'an vazhdimisht nxjerrën dobi, pikëqyrë ngjarje, vazhdimisht mësime, vazhdimisht këshilla për njerëzit. Edhe ka jetësu Allah tregimin e tyre në Kur'an. Andaj kur lexojna, sidomos të ditë bekuara të Ramazanit, me lexuar edhe komentimin e Kur'anit, me këshyrë këtë ngjarje. Për shkak se që përmendëm veç ata protagonistë ndrojnë se historia gjithmonë metet. E me marrë mësim, ne kanë si ky robi i parë i Allah xhelala, cili investoi te Allahu. E mos me kanë si ky i dyti, i cili të investu këtu e hupi edhe në ahiret, edhe në dynja. Allah na rujt, Allah shpëlej për xhimin, sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad.